gjeta thot, mirënjohja është njohja dhe vlerësimi i gjërave të mira që kemi në jetën tonë. Si një disiplinë shpirtërore, pra si një gjë që e praktikojmë përditshëm dhe jo thjesht kur Zoti na jep gjëra, jemi mirënjohës, edhe kur na mungojnë gjërat, jo patjetër jemi aq shumë mirënjohës. Tekstuar në Bibël më shumë se sa mendova. Pak a shumë jemi të gatshëm për të listuar gjëra që na mungojnë, dhe jo gjërat të cilat i kemi edhe është bekim që i kemi. Ne përmendëm pak një aspekt shumë të rëndësishëm të ungjillorëve, që është të jetuarit e besimit në jetën e përditshme. Dhe nëse Bibla është e mbushur me kaq shumë urdhërime dhe porosi për të qenë mirënjohës, ungjillorët duhet të ishin grupi në Shqipëri që do të dallohej qoftë nga zemra mirënjohëse, qoftë nga të shprehurët e mirënjohjes. Përshëndetje, mirë se erdhët në Albania Digital Connection, podcasti ku ndalojmë, reflektojmë dhe kërkojmë ta shohim realitetin përmes lentes së vërtetës. Unë jam Basi dhe bashkë me Afrimin ftojmë të bashkojmë një hapësirë të qetë, të sinqertë dhe reale, ku do flasim e diskutojmë për tema që na prekin, na sfidojnë dhe na formsojnë ne si persona, na formsojnë karakterin, patjetër na formsojnë edhe bindjet për besimin. Përshëndetje miq të Albania Digital Connection, mirë se erdhët në podcastin e radhës. Tema për cilën do flasim sot është një temë që ndoshta në kulturën tonë është pak a shumë e re, është mirënjohja. Nuk e di për shembull ti Afrim ke dëgjuar. Çfarë mendon për shembull për mirënjohjen? Jemi ne popull që praktikojmë mirënjohjen apo jo? Jam i sigurt që është temë për tu vënë në dukje, kështu që ja vlen të diskutojmë. Në përgjithësi mendoj se jo. Okay. Nga mënyra se si jetojmë ditën ditë për ditë, më duket se jo. Por mund ta diskutojmë pak, se ndoshta mund dalë që edhe jemi, kujt dihet. Në fakt, para se të fillojmë diskutimin, doja që të lexoja pak një përkufizim, edhe njerëzit që do e shikojnë apo do e dëgjojnë podcastin të kenë një ide se çfarë është mirënjohja, për sa i përket një definicioni. Kështu që një nga përkufizimet që unë gjeta thot, mirënjohja është njohja dhe vlerësimi i gjërave të mira që kemi në jetën tonë. Edhe këtë e lidh me një qëndrim aktiv, pak a shumë një stil jete dhe jo një ndjenjë rastësishme, se ka njerëz që janë mirënjohës për gjërat që kanë, edhe në një moment caktuar, po jo patjetër ta kesh stil jetese dhe ta praktikosh në përditshmëri është diçka tjetër. Megjithatë, Afrim ka shumë informacion ose ka shumë diskutime në lidhje me mirënjohjen. Në aspektin psikologjik ka një lloj promovimi shumë të madh për sa i përket mirënjohjes, edhe psikologët zakonisht e lidhin me mirënjohjen me idenë për të përqendruar te gjërat e mira që ke, dhe kjo ndihmon në uljen e stresit, ankthit, edhe pak a shumë të ndihmon edhe të lësh pas ndjenjat negative. Psikologët ose njerëzit që merren me këshillim, njerëzit që merren me shëndet mendor, e promovojnë shumë mirënjohjen sepse ndihmon shumë në marrëdhëniet, në qetësinë mendore, shpirtërore dhe më radhë. Ndërsa ne do ta diskutojmë edhe aspektin shpirtëror, edhe në aspektin shpirtëror mirënjohja lidhet me një qëndrim zemre, që ka të bëjë me mirënjohjen që kemi për Zotin, për bekimin që Zoti ka sjellë në jetën tonë, por edhe në aspektin shpirtëror mirënjohja gjithmonë shikohet si një disiplinë shpirtërore, pra si një gjë që e praktikojmë përditshëm dhe jo thjesht kur Zoti na jep gjëra, jemi mirënjohës, edhe kur na mungojnë gjërat, jo patjetër jemi aq shumë mirënjohës. Kështu që këto ishin dy aspekte që ne do fokusohemi sot. Në fakt ne do fokusohemi më shumë tek aspekti shpirtëror, çfarë thot Bibla për mirënjohjen, kështu që jam e sigurt që ti Afrim ke plot informacione dhe plot gjëra për të ndarë me ne për sa i përket aspektit shpirtëror. Çfarë thot Zoti, çfarë na thot Bibla, dhe si na inkurajon ne si të krishterë që ta praktikojmë mirënjohjen në jetën tonë. Jo vetëm direkt me Zotin, por edhe me njëri tjetrin. Në këtë rast, me thënë drejtën, edhe nga që e vendosëm ta diskutojmë si temë, i kam hedhur një sy disa prej pasazheve dhe është theksuar në Bibël më shumë se sa mendova. Mund të flasim për ca pasazhe, për ca ide, po dukshëm edhe nga konteksti biblik është një nga këto vlerat ose disiplina shpirtërore, siç e përmendë, që është shumë e theksuar. Po mbase kjo lidhet edhe me kulturën ku ne jemi rritur që nuk e praktikojmë shumë. Nëse do fillojmë nga kultura, mendoj një vështrim jo shumë i kujdesshëm ose jo shumë me analiza të detajuara, komunikon që nuk jemi në fakt shumë mirënjohës. Fakti që ka shumë njerëz që ankohen për realitetin. Nëse takon dikë edhe bën një bisedë për situatën, për realitetin ku janë, jam i sigurt që shumica e njerëzve do të
fillonin me njerë të thoshin 10 gjëra që nuk shkojnë tek jeta e tyre, po analizoja edhe biseda që kam pasur unë javën e fundit, pak a shumë kjo nuk shkon, trafiku është problem. Pak a shumë jemi të gatshëm për të listuar gjëra që na mungojnë dhe jo gjërat të cilat i kemi edhe është bekim që i kemi. Mund të flasim për disa gjëra që i kemi që ndoshta nuk i dallojmë fare, po në kontekstin kulturor mendoj që prirja është vëmë në dukje ato që na mungojnë dhe jo ato që kemi. Si rezultat është vështirë të jesh mirënjohës për diçka që nuk e ke. Ndoshta është mirë të jemi, po në përgjithësi edhe nga përkufizimi që lexove, kërkohet një qëndrim aktiv për gjërat të cilat i kemi edhe i shijojmë. Nëse se kemi mendjen të fokusuar atje, pastaj është kollaj për të thënë na mungon kjo, edhe me që na mungojnë shumë gjëra, nuk mund të jemi mirënjohës për gjëra që na mungojnë. Ose jo patjetër na mungojnë, se ne kemi gjëra plot. Por mendoj që lidhet pak edhe me ne si popull kemi tendencën për të parë më shumë gjërat negative dhe gjërat që na mungojnë se sa gjërat që kemi dhe gjërat pozitive. Nuk jemi shumë pozitiv. Edhe kjo lidhet me shumë gjëra pastaj me historinë e kështu. Se dhe për shembull në kulturën tonë nuk është se përdoren shumë edhe fjalën faleminderit. Ne kemi pjesë të fjalor gjuhës shqipe, por përdoret shumë rrallë edhe në ato kontekste që ndoshta përdoret sa për hierarki, po jo patjetër kur themi faleminderit lidhet shumë me qëndrimin e zemrës, kështu që Maj mend raste në disa kontekste në Shqipëri ku kamarieri vjen sjell kafen ose atë që ke porositur edhe ti thua faleminderit, maj mend raste ku dikush thot, "Më fal, çfarë the?" Faleminderit që më solle ushqimin, edhe duket shumë surprizuar. Më fal, çfarë the edhe një herë? Sepse si duket nuk janë mësuar, siç e the, nuk kemi shumë mësuar të themi fjalën faleminderit e mirënjohjen për gjëra të thjeshta edhe pastaj njerëzit surprizohen në rastet që përdoren surprizë. Por kjo ndoshta mirënjohja ka humbur pak me pas rënies komunizmit me zhvillimin ndoshta tentativat e Shqipërisë për të zhvilluar se po të kthesh pas në kohën histori nuk i referon vetëm komunizmit, por historisë së Shqipërisë, populli shqiptar kishte mënyra të veta se si e tregonte mirënjohjen. Për shembull, ne kemi mikpritje një nga vlerat tona dhe në kontekstin ton kulturor, kur dikush të vjen në shtëpi, ti respekton edhe në një farë mënyrë ky respekti është pak a shumë mirënjohje. Ti tregon mirënjohje për personin, miqësinë apo ku diun si mik, si shok, si bashkëpunëtor, edhe kështu. Por që me vite duket sikur ka humbur pak edhe Është e drejtë, mendoj që e kemi pasur pjesë të kulturës. Ndoshta e kemi akoma, se varet nga perspektiva. Ndoshta edhe e kemi akoma, por disa prej këtyre formave të mikpritjes janë në fakt shprehje të mirënjohjes. Edhe ajo shprehja, si themi, buk, e krip e zemër në bakë. Edhe shtëpia e shqiptarit është e mikut, e Zotit dhe e mikut. Të dyja janë shprehje të mikpritjes, të mirënjohjes dhe janë shprehje të fokusit tek ajo që kemi në vend të asaj që nuk kemi. Sepse e dim që shumë prej këtyre shtëpive në fakt nuk është që kishin shumë, kur prisnin njerëz përpara, edhe tani besoj, nuk është që kishte me bollëk, por fakti që atë që kishin e vlerësojnë dhe e ofrojnë të tjerëve, mendoj që është vlerësimi mirë nga kultura jonë. Në kohën që s'kishin, njerëzit ishin më shumë mirënjohës, ndërsa në kohët sot ne duket që kemi më shumë, por jemi më pak mirënjohës, edhe kjo lidhet më shumë me qëndrimin që ne kemi ndaj diçka se sa me atë që kemi apo nuk kemi. Megjithatë, afrim mund dua që të kthehemi tek Bibla edhe çfarë thot Zoti për mirënjohjen edhe si mund ta praktikojmë ne, ndoshta disa nga gjërat që do ndash pasazhe, këshilla që mund të na ndihmojnë ne si të krishterë jemi mirënjohës edhe ndaj Zotit, por edhe ndaj njëri tjetrit. Edhe nga këndvështrimi biblik, përpara se të shkojmë te ca pasazhe specifike ose ca ilustrime specifike, në fakt e vura re që është përmendur shumë shpesh, edhe vjen nga edhe aty nuk vjen në fakt nga nevoja, nuk vjen nga të pasurit shumë. Duket shumë qartë në disa prej këtyre konteksteve pasazheve, nuk vjen as në situata të lehta, as në situata, me fjalë tjera, mirënjohja nuk vjen nga si burim, nuk e ka burimin tek ajo që ke. E ka tek një, siç e përmendet edhe ti pak, e ka tek një qëndrim në raport me realitetin, së pari në raport me Zotin, shprehet si një lloj qëndrimi falendërues, mirënjohës, si një lloj reagimi ndaj asaj që Zoti ka bërë për njeriu, meqenëse Zoti e ka treguar këtë dashuri për njeriu, këtë përkujdesje, atëherë rezultati është që duhet ja kthesh këtë mirënjohje, ose kjo është pritja normale. Shumë Jezusi tregon një histori me 10 të lebrosur, me lebrë që i shëroi
edhe ata u shpërndan edhe vetëm njëri prej tyre e kërkoi Jezusin për t'i thënë faleminderit. Në fakt pikërisht kjo është një nga këto historitë me këtë fokus. Ai që u kthye për të thënë faleminderit, të 10 u shëruan, thot historia e Jezusit, por vetëm njëri prej tyre e përjetoi këtë si një akt ndaj të cilit duhet të reagonte duke shprehur mirënjohje. Nuk ka lidhje aq shumë me dhuratën, sesa ka lidhje me qëndrimin që ke ndaj dhuratës. Kjo është një nga karakteristikat thelbësore të mirënjohjes. Nëse nuk e dallon punën e Zotit në realitetin tënd dhe rreth rrotullt teje dhe gjërat e mira që ai siguron, është e vështirë të kesh një zemër mirënjohëse. Dhe pastaj fokusi të zhvendoset nga ajo që Zoti ka siguruar për ty, fokusi zhvendoset tek gjërat që në fakt nuk i ke, ose ndoshta Zoti nuk i ka siguruar për ty. Në momentin që e ndryshon këtë fokus, pastaj fillojnë problemet e tjera. Fokusohesh më shumë tek ajo që mungon, siç e përmendëm, sesa tek ajo që ke. Po nga ana tjetër edhe kur po ta mendosh në këtë aspektin që të fokusohesh te gjërat që Zoti s'ka siguruar për ty, nuk është se ndihmon shumë, se njeriu asnjëherë nuk mjaftohet. Gjithmonë ka gjëra që do donte, do dëshironte, kështu që Po, edhe kjo pasqyron, fakt kjo është e rëndësishme nga konteksti biblik. Kjo pasqyron gjithashtu një lloj qëndrimi, e shikon realitetin si me mungesa, me fjalë të tjera. Le të themi, nëse Zoti ekziston, unë ti besojmë që Zoti ekziston dhe ai ka siguruar gjithë ato gjërat për ne dhe është aktiv në jetën tonë, nuk është i largët. Nëse fokusohesh te kjo, pastaj fillon të dallosh se çfarë është më e mira. Nëse nuk fokusohesh te kjo, por fokusohesh te realiteti, do fillosh të vësh se çfarë të mungon, bot kuptimi rreth idesë se çfarë të mungon, të nxit të mendosh që në fakt ti nuk je i plot pa këto gjërat. Të duhet një telefon më i mirë, të duhen më shumë para, të duhen më shumë miq, të duhen më shumë festa, nuk e di çfarë duhet më shumë. Por kjo ndërtohet mbi bot kuptimin që ti nuk je i plot nëse nuk i ke këto gjëra që të mungojnë. Kështu që fokusi është vendosur në fakt. Është e vështirë me atë lloj bot kuptimi ti është mirënjohës, sepse nëse jemi në një botë ku jemi më të plot nëse kemi shumë gjërat normale, na mungojnë shumë gjërat, si rezultat, për çfarë jemi mirënjohës? Domethënë fillon me bot kuptimin. Nëse e kthen fokusin tek Zoti prap, do ta dallosh që në fakt Zoti është real, është aktiv, ka siguruar gjërat për ty, ka siguruar gjërat për të cilat ti ke nevojë, po ti nuk ke ndërgjegjshëm që ke nevojë, kështu që kështu funksionon. Zoti do ishte është më i mençur, më i ditur se ne, kështu që na ka siguruar gjërat për të cilat ne kemi nevojë. E ndonjëherë as ne nuk e dimë se çfarë kemi nevojë. Prandaj fokusi tek Zoti dhe gjërat që ka siguruar ai do të siguron një zemër mirënjohëse. Përndryshe është shumë e vështirë. Edhe unë vetë, nëse nuk e kam fokusin tek Zoti, është vështirë ti jesh mirënjohës. Nuk është një vendim që merret një herë dhe pastaj çdo gjë tani e mbrapa je mirënjohës për çdo gjë. Po nga ana tjetër, mirënjohja është një lloj qëndrimi që mund të kultivohet me kohën. Për shkak edhe të mënyrës se si praktikohet, për shembull kam dëgjuar që njerëzit e praktikojnë mirënjohjen në mënyra të ndryshme, duke bërë për shembull lista që jam mirënjohëse për këto gjëra që kanë ndodhur në jetën time, duke takuar një mik, një shok, edhe duke i shprehur falënderimin, ku diun për faktin që i është gjendur pranë ose për diçka që ka bërë, kështu që mendoj që mirënjohja është një nga këto virtytet ose karakteristika që mund të kultivohet nëse personi do, por kjo varet pastaj nga dëshira e personit, kështu që edhe në aspektin biblik, fakti që Bibla na inkurajon, na nxit që të jemi mirënjohës, tregon që është një lloj virtyti që mund të mësohet, mund të kultivohet me kohën. Patjetër, edhe përmendën në fillim fjalën disiplinë. Disiplinë do të thotë si çdo disiplinë tjetër duhet ushtruar, përndryshe nuk praktikohet mirë. Është një qëndrim që kërkon një vëmendje të vazhdueshme, edhe një herë nuk është një vendim që e merr një herë, unë tani jam brava dhe mirënjohës edhe çdo gjë funksionon në rregull, ka nevojë ta përtërish për ditë. Edhe nëse po flasim për aspektin biblik, kemi nevojë për ditë të fokusohemi tek gjërat që Zoti ka siguruar për ne dhe pastaj të jemi mirënjohës. Përndryshe edhe një herë, edhe njerëz me zemër të mirë dhe me besim, nëse e shfokuson vëmendjen, pastaj do përfundosh duke u fokusuar te gjërat që mungojnë, edhe është shumë kollaj të thuash, s'kam këtë, s'kam atë. Se vërteta është që nuk kemi shumë gjërat. Po. Por nga ana tjetër duhet të jemi mirënjohës për këto që kemi, se mos i kishim dhe këto që kemi. Njerëzit mund të thonë, po, tuten ne s'ja vlen ti thuash dikujt faleminderit, se e marrin për dobësi ose nuk ja vlen qëndrimin mirënjohës që ti ke ndaj diçka se e marrin për dobësi. Tani dua që ta shohësh edhe në aspektin biblik, a lidhet patjetër kultivimi i mirënjohjes si disiplinë shpirtërore me realitetin ku jetojmë, apo lidhet më shumë
me pjesën tonë, me qëndrimin tonë të zemrës, edhe më shumë me anën tonë personale sa me atë sociale. Fokusi tek realiteti, mendoj në parim është e njëjta gjë. Në realitetin tonë mungojnë shumë gjërat. Kështu që nëse jemi duke jetuar pa e pasur këtë fokus të fortë tek të qenit mirënjohës, mendoj natyrshëm do të analizonim realitetin dhe do të thoshim të njëjtën gjë. Është e vërtetë në fakt që nuk është shumë inkurajuese të përpiqesh të jesh mirënjohës në kontekstin kulturor shqiptar dhe të mos marrësh asnjë reagim mbrapsht. Së pari, reagimi mbrapsht do të ishte inkurajues, do të thoshim, unë hodha një hap, thash një fjalë të mirë, vlerësova dikë, dhe fakti që personi reagon ose konteksti reagon, do të thotë që bëra mirë dhe të tjerët e vunë re. Kjo do të ndihmonte, por prap në thelbin e përkufizimit do të ishte shmangje nga objekti i vërtetë i mirënjohjes. Nëse shohim realitetin shqiptar, shumica e gjërave në realitetin shqiptar në fakt janë problematik. Për shembull, si mund të jesh mirënjohës për trafikun? Nëse fokusohesh te trafiku edhe je realist në lidhje me realitetin e trafikut, do vështirë të jesh mirënjohës. Së pari të kërkon shumë durim, nuk arrin në vendin e duhur, të tjerët në trafik nuk ndihmojnë shumë, sidomos ata që futen pa radhë, është shumë e zakonshme. Kështu që po të fokusohesh te trafiku, do ta kesh të vështirë të jesh mirënjohës sepse realiteti është i vështirë. Por siç e tham edhe nga konteksti i përkufizimit dhe nga konteksti biblik, të duhet ta zhvendosësh fokusin nga realiteti tek Zoti vet. Duke u fokusuar tek Zoti, do të thoshim së pari, se Zoti ka siguruar makinë, po të mos kishe siguruar makinë, nuk do ishe në trafik fare, do ishe duke ecur në rrugë, në shi, në borë, në të ftohtë. Zoti ka siguruar mundësi financiare për ata që janë në trafik që të mbushin makinën me karburant, përndryshe nuk je atje. Me këtë nuk po them që kjo është thjesht një lojë psikologjike. Tani ti e vure re pak nga ana psikologjike. Mendoj edhe nga ky aspekt prapë është më mirë. Të ndihmon nervat, mos shkatrohen nervat një orë duke pritur, fokusohesh te gjëra më pozitive, patjetër që e ndihmon personin edhe nga ana fizike, psikologjike. Por prapë në thelb është të fokusohesh realisht tek ato që Zoti ka siguruar për ty, edhe atëherë mund të fillosh ta zhvillosh këtë zemër mirënjohëse. Në lidhje me kulturën, mendoj prapë për të qenë realist është e vështirë. Do duhet shumë prej nesh të mund të hedhim këtë hap në të njëjtën kohë, që edhe të kemi mundësi të ndihmojmë njëri tjetrin për të qenë mirënjohës dhe të vlerësojmë ato që kemi. Pavarësisht kulturës, ti po thuaj që ja vlen që ta praktikojmë. Mendoj do ishte më ndihmë nëse ne ndihmojmë njëri tjetrin, duke hedhur secili nga një hap, duke thënë një fjalë të mirë, duke vlerësuar dikë që bën një punë të mirë, duke vlerësuar njerëz që bëjnë shumë punë të mirë, por ne nuk i vlerësojmë fare. Për shembull, njerëz që dalin natën edhe pastrojnë rrugët, është punë shumë e mirë. Disa prej nesh ankohemi shpesh për mbytyjet në rrugë, por në fakt sidomos në këtë sezon, pastrimi i gjetheve në rrugë ndihmon shumë për që të mos përmbytet qytetet, edhe ka njerëz që rrinë gjithë natën duke i pastruar. Tani, a ka lidhje direkt me ne? Nuk ka lidhje direkt me ne, po ti thuash kur i has një fjalë të mirë, as nuk na prish punë, është vlerësim edhe për ata që e bëjnë këtë punë, di që paguhen, me siguri jo shumë, po prap një fjalë e mirë ndihmon. Nëse ne hedhim sa hapa për të ndihmuar njëri tjetrin, mendoj që do ishte më mirë. Por në realitetin ku ti nuk i detyron dot të tjerët të jenë mirënjohës me zor, mendoj që na ndihmon ne që së pari të zhvendosim fokusin tek Zoti edhe pastaj të përpiqemi të kënaqemi me atë që kemi. Po, e vërtet. Tani do doja afrim që të ndaleshim pak më shumë tek komuniteti krishterë. Ne në podcastin e kaluar kemi folur për ungjillorët, e kemi theksuar komunitetin, rolin e komunitetit, sa rëndësishëm është për ne si të krishterë, si besimtar të jemi pjesë e një komuniteti. Dhe tani do doja që të ndaleshim pak edhe të flasim pak se si mund ta zhvillojmë më shumë mirënjohjen në kontekstin ton, brenda kishës, brenda atyre grupeve të vogla që folëm, si një lloj virtyti që mund të na ndihmojë ne për të bërë një jetë më të qetë, më të kënaqshme edhe më të gëzueshme, se patjetër kur ne kemi një qëndrim mirënjohës, na ndikon në qetësinë tonë mendore, shpirtërore, na ndikon në marrëdhëniet me të tjerët, na ndihmon për të qenë pak më empatik, për të kuptuar më mirë të tjerët. Kështu që të fokusohemi pak më shumë tek një komunitet më i ngushtë, që ne ndoshta jemi pjesë e kësaj, do të thënë një pjesë e përditshmërisë tonë. Ne përmendëm pak edhe tek podcasti që referove për ungjillorët, ne përmendëm pak një aspekt shumë të rëndësishëm të ungjillorëve, që është të jetuarit e besimit në jetën e përditshme. Ne nuk e lexojmë Biblën një herë në javë,
do të lexojmë Biblën një herë në javë, po në parimet e ungjillorëve, Bibla është libri që duhet lexuar shpesh për ditë mundësisht. Dhe pastaj hapi tjetër është duhet jetuar për ditë. Ne nuk jemi në ato grupet fetare që mjafton shkosh në kish për festa ose një herë në 2-3 muaj dhe i ke kryer urdhërimet përpara Zotit, ose mjafton të lutesh me një ritëm të rregullt edhe i ke mbaruar detyrimet ndaj Zotit. Në fakt, në bindjet tona themelore të ungjillorëve është të besosh personalisht me gjithë zemër Jezusin dhe të jetosh për ditë me të njëjtën mendësi, duke ndjekur mësimet e Jezusit. Dhe nëse Bibla është mbushur me kaq shumë urdhërime dhe porosi për të qenë mirënjohës, ungjillorët duhet të ishin grupi në Shqipëri që do të dallohej qoftë nga zemra mirënjohëse, qoftë nga të shprehurit e mirënjohjes. Ne duhet të ishim grupi, fatkeqësisht nuk mendoj që jemi, por ne duhet të ishim grupi që shqiptarët e tjerë do thoshin, po çfarë kanë këta që thon faleminderit kohë pa kohë? Çfarë kanë këta që me gjithë këtë realitet të vështirë, këta janë mirënjohës, edhe kanë një zemër mirënjohëse. Çfarë kanë këta që shqiptarët do ankoheshin për 10 gjëra, edhe këta normale njerëz janë edhe do ankohen her pas here, por shumicën e rasteve shprehin mirënjohje dhe falënderim për Zotin dhe për realitetin. Kështu që ndonjëherë mendoj, duke qenë edhe pak kritik për komunitetin tonë, mendoj që nuk jemi atje ku duhet në lidhje me këtë aspekt, por nga mësimet biblike dhe nëse ndjekim mësimet biblike, ne duhet ishim grupi që e shprehim këtë mirënjohje. Duke filluar nga ato gjërat që ne i dimë edhe nga konteksti biblik që Zoti i ka siguruar për ne. Për shembull, nëse do kthehemi sa shembull biblik, e shohim Jezusin duke thënë: "O Zot, faleminderit për ushqimin që ke siguruar për ne." E di që ka sfida mes njerëzve në Shqipëri, por në rrethin të paktën ku jam unë, njerëzit kanë për të ngrënë. Me sa shoh, shqiptarët harxojnë shumë. Nëse Jezusi e shpreh mirënjohjen e Zotit për ushqimin që ka, ky do ishte shembull që edhe ne ta shprehim mirënjohjen për gjërat që Zoti ka siguruar për ne. Duke filluar nga kjo: Zot, faleminderit që ke siguruar gjërat për ne. Ne marrim, më fal se për shembull, edhe brenda komunitetit tonë si të krishterë, ne e marrim si të mirëqen. Patjetër që ne i besojmë Zotit, por kur vjen puna në këtë pikë pastaj, ne e marrim si të mirëqen që Zoti do sigurojë për ne. Patjetër që Zoti do sigurojë për ne, por edhe ne duhet të jemi mirënjohës për bekimet e Zotit në jetën tonë. Patjetër. Edhe Zoti do të sigurojë, ka premtuar dhe ai nuk ndryshon premtimet e tij. Dhe na ka kërkuar ne të jemi mirënjohës jo vetëm për faktin që ky është reagimi i natyrshëm kur ti e dallon që ka siguruar, por edhe për të mirën tonë. Ata që merren me këtë fushë e dallojnë që kjo është vlerë në realitetin tonë dhe duhet përforcuar. Bibla e ka përmendur me kohë që në fakt nëse jemi mirënjohës, kemi një jetë më me domethënie. Kështu që ja vlen. Po, e vërtet, në fakt edhe mua më vjen shumë në mendje shumë pasazhe nga Bibla ku Zoti na urdhëron të jeni mirënjohës, jeni falëndërues, kështu. Mirë, afrim, nëse nuk ke diçka tjetër për të shtuar për mirënjohjen, jam mirënjohës dhe falenderoj që ndave gjërat edhe do i ftoja në fakt edhe së pari do i ftoja gjithë ata që na i shikojnë podcastet tona, i dëgjojnë që të në komente na shkruajnë se si e shprehin ata mirënjohjen për të na ndihmuar të kuptojmë më shumë se si e shprehim ne mirënjohjen si popull nga ana kulturore. Nga ana tjetër, do i nxisja gjithë ata që e dëgjojnë e shikojnë podcastin ton që ta praktikojnë mirënjohjen. Mirënjohja është një zgjedhje aktive që ndryshon mënyrën se si e shohim jetën, edhe ajo nuk lidhet me rrethanat, por lidhet patjetër me qëndrimin e zemrës. Na shkruani, na komentoni, na pyesni. Deri atëherë do shihemi në podcastin e radhës. Mirupafshim.